Faleminderit për telefonatën, përshëndes, kemi një tjetër komunikim në studio, një tjetër bashkëbisedim, mund të themi, mirë mëngjes, përshëndetje zotri, faleminderit që bëni pjesë e programit, tani bëni vetë një prezantim edhe nga na telefononi, po e them. Nga Tirana, gjithmonë, prezantimi, kështu që s'ka rëndësi. Nga Tirana, okej. Miri, okej, thjesht, shiko, unë këtu nuk ju bëj që të t'ju mbaj shënim kush foli, çfarë tha etj, fare absolutisht. Unë ju pyes paktën për emrin që të kem mundësi t'ju drejtohem edhe t'ju respektoj që bëni pjesë e programit. Zoti Miri, të dëgjoj atëherë, integrimi. Integrimi është një çështje me rëndësi kombëtare, nuk diskutohet kjo pjesë edhe bravo që edi pa ecën në atë rrugë që neve duhet të shkojmë. Mendon se kemi ecur shpejt? Mendon se kemi ecur shpejt me këto hapjen e grup kapitujve, ose rruga është shumë e gjatë. Por me ata që kanë hapur para nesh, si ishte Bullgaria, Rumania, Kroacia, me Sloveninë e tjerë, kështu që jemi jemi shumë përpara. Pra ka ecur dy fish më përpara se ato që harxuam, kështu që po esim të pranë rrugën e duhur. Unë më tepër duhet dalë tek pjesa bëni përshtypje diçka tjetër mua. Ma thuaj, patjetër. Shoh kolegi i shoqata e gjyqtarëve ju sul prapë Edi Ramës për atë. Po, për kritikat, sulmet që i bëri një tjetër gjyqtari. Është i radhës ky, ka një 3-4 gjyqtarë që i kritikon, ai sulmon për vendime. Po, tani Edi Rama ka dalë për qeverisë për vendin dhe ka marrë vota për këtë pjesë dhe ai nuk flet për pronat e veta, nuk flet për hallet e veta, pra nuk Okej, po. Si e thon, nuk siç është Staliu për shkak që përplaset për pronat e vet, nuk flet kusur atyre gjyqtarëve, prokurorëve, në moment që Edi fillon dhe kritikon sepse thash ka votuar. Okej, të kuptova. Por kjo kritik, a është ndërhyrje në pavarësinë e sistemit gjyqësor? Se tani edhe pak kërcet këtu, kryeministrit ti marri me emër mbi emër gjyqtarët e tjerë. Pyetja po të bëj, unë gjithmonë bëj opozitën e mendimit që ka gjithë secili prej jush. Pyetja po të bëj. Po, dakor. Tu pa flas prap. Ai nuk flet për pronat e veta. Pra flet për atë që i duhet vetë në shteti që ka votuar. Do të thënë, ai të kritikon, shikoni tha se 4 gjyqtar edhe prokuror që bëjnë këto veprime. Nuk është puna, pra është vetën e tij, po dikush e çuditshme. E fundit po. Që Saliu nuk lën gjë pa i shar ato gjykatësit e prokurorët, si nuk dolën as shoqata këtyre të reagojnë, e kuptoj. E kuptoj. Përse? Okej, e kuptova. Zoti Miri, faleminderit. Faleminderit përshëndes për telefonatën. Në këto momente do të shkputim shumë shkurtimisht për një këshill shëndetësore me shumë interes mbi gjitha për ata që kanë probleme me prostatën. Natyra Therapy sjell Prostatol Complex. Më besoni që zgjidhje perfekte, kështu që ndiqeni dhe rikthehemi.